Imam Musa Kadim, paqja qoftë mbi të, dhe bishëri këmbëzbathur. Një ditë, Imam Musa Kadim, paqja qoftë mbi të, po este në një rrugicë dhe dëgjoi zërin e muzikës. Imami ndaloi dhe filloi të vështronte se nga vinte zëri. Në atë moment, nga një shtëpi doli një vajzë për të hedhur mbeturina. Imami e pyeti: "I Zoti i kësaj shtëpie është rob apo është i lirë?" Vajza e habitur i tha: "I lirë." Imami i tha: "Të drejtën the, po të ishte rob, do t'i friksohej padronit të tij." Vajza u kthye dhe i zoti i shtëpisë, i cili quhej Bishre, e pyeti për shkakun e vonesës. Ajo i tha: "Një burr kaloi pranë meje dhe më pyeti: I lirë është i zoti i kësaj shtëpie apo rob?" Bishri i tha: "Po ti, si ju përgjigje?" Vajza i tha: "Unë i thash që është i lirë, dhe ai më tha: Të drejtën ke thënë, se po të ishte rob, do t'i friksohej padronit të tij." Kur dëgjoi fjalët e vajzës, Bishri u zhyt në mendime dhe ndjeu se këto fjalë e lëkundën nga thellësia e brendësisë së tij. Menjëherë, ashtu këmbëzbathur, u nis pas imamit për të shfaqur pendimin e tij dhe kthimin e tij në besim e në fe. Që nga ajo ditë, ai është i njohur me epitetin Bishri këmbëzbathur. Ai u bë i njohur në adhurim dhe asketizëm.